Avokati Hidayet Beqiri ka ndarë detaje të reja rreth zhdukjes së Bleona Matës 15 vjet më parë, kur ajo ishte vetëm 6 vjeç. I ftuar në emisionin Ftesë në 5 me Bjeta Sulon, avokati deklaroi se një grup i strukturuar kriminal kishte gjish në zhdukjen e Bleonës, duke bërë që gjurmët e krimit të zhdukeshin dhe duke penguar arritjen e autorëve. Avokati deklaroi se autorët e krimit kishin edhe një precedent penal të mëparshëm, të akuzuar për rëmbime të tjera. Ndërto, ai tha, kemi të bëjmë me një krim të rëndë, fillimisht policia ngriti pista të gabuara, sepse ra pre e thashë themeve dhe provokimeve. Orientimi të gabuar që bota kriminale i ka dhënë ngjarjes. Pastaj e morën këtë çështje lehtë, gjithmonë me idenë se vajza është gjallë, po ndërron vendbalnim, nuk do të qëndrojë në fshat. Kjo bëre që gjurmët e krimit të zhdukeshin dhe autorët e ngjarjes të mos mbaheshin përgjegjës. Është një krim shumë i dukshëm dhe ka prova të qarta. Dihet se kush e mori nga shtëpia, kush e çoi në mal, kujt ia dorëzoi dhe cilët ishin bashkëpunëtorët e tjerë dhe çfarë përfaqësonin këta bashkëpunëtorë, të cilët ka rrëmbyer edhe njerëz të tjerë dhe janë dënuar më parë. Këto janë gjurmët e para. Dim edhe mënyrët se si është transportuar, cili automjet e ka çuar. Policia nuk ka punuar me përkushtim, nuk e ka zbatuar ligjin siç duhet. E njëjta situatë, e njëjta papërgjegjësi vazhdon ende, tha avokati. Avokati tregoi se e kanë çuar çështjen në SPAK, ku sipas tij është më serioze. Çështja u pezullua nga krimet e rënda në Tiranë, e çuan në prokurorinë e Kupesit. Atje gjeta dosjen. Zbulova se nuk kishin ndërmarrë asnjë veprim atje. Minimumi të gjithë personat e dënuar duhet të ishin përgjuar. Ne u detyruam, pasi zbulova se kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal këtu. E quam dosjen në SPAK. Ka një lloj serioziteti atje. Është një çështje që ishte në kujdesin e drejtpërdrejtë të Altin Dumanit. Ky 80 vjeçar që dëshmoi nuk është se nuk donte të fliste me ne më parë, por ishte i afërt me disa bashkëpunëtorë të krimit. Fëmijët i thanë të mos fliste dhe të mos na shkaktonte probleme. Tani e tha trot se nuk do të marrë këtë plag me vete në vak dhe ka siguruar shumë materiale të mira. Pas kësaj presin që policia e Vlorës të shkojë atje. Ata nuk ka shkuar ende dhe ne na u desh të luanim rolin e policisë dhe SPAK-ut, dhe të shkonin te burimi dhe për te burimit, dhe brenda vendit ku ndodhi ngjarja ku dëgjuam britmat e vajzës. Jemi në rrugën e dur për të zbuluar të vërtetën, tha avokati Hidayet Beqiri. Avokati Hidayet Beqiri deklaroi se nuk ka prova që Bleona Mata mund të ketë dëruar jetë dhe gjithashtu deklaroi se mendohet se ajo ka jetuar në Greqi dhe më pas ka shkuar në Gjermani. Për mua ajo është gjallë, por gjithçka ndodh në këtë vend. Kemi parë edhe filma. Dikush thot, pse vajza nuk deli dhe nuk flet diku, tani është 21 vjeç. Si nuk i dërgon asnjë fjalë nënës së saj? Pra atë moshë presioni që ju bë, frika që përjetoi, kam bërë që një pjesë e kujtesës së saj të eliminohet. Nga ana tjetër, të mos harrojmë se përdorim edhe ilaçe të ndryshme për të hequr kujtesën. Kjo është një enigmë në kuptimin e parë të fjalës. Nuk ka asnjë shpjegim pse ajo nuk reagoi. Patjetër që duhet të kishte reaguar. Mendoj se është aspekti arrestis ekstrem, që ajo nuk e di që bukurosha është nëna e saj. Nuk po flas për problemet që mund të lidhen me frustrimet e saj. Në Greqi, ku mendohet se ka jetuar pothuajse 1/3 e asaj popullsie, është shqiptar. E njëjta gjë ndodhet edhe në Gjermani. Mendohet se ai shkoi nga Greqia në Gjermani. SPAK do të shkojë deri në fund. Çdo version tjetër është hedhur poshtë. Ka edhe nga ato mendje të çmendura që janë ngrënë nga rind ose ndonjë kafshë e egër, por diçka do të ishte gjetur. Të gjitha janë për ralla. Këto më bën të besoj se vajza është ende gjallë, sa avokati.